Dobrodošli во уште едно издание на вашиот пратеник. Денеска во Собраниското ТВ студио е пратеничката Мерита Колчи Коджаджико. Со неја ќе разговараме за политиката, но и за животот. Добродојдовте во Собраниското ТВ студио. Мир сте на канали на парламентот. Мир се јуджета. Дипломиран педагог, дипломирана по педагогија. Да, долго време работевте и во образование. Сега ве гледаме во пратеничките клупи. Ги сменивте клупите, од клупата во школа, клупата во собрание. Дали размислувавте, еве, например, кога бевте средношколка или на факултет, или еве како наставничка, дали тогаш размислувавте дека еден ден ќе се бавите со политика? Кој беше тој моментот по кој вие решивте да влезете во политиката? Mirëthat, rrugtimi im ka qenë në bankat shkollore, pastaj në bankën si mësuese, po në vazhdimsi kam qenë edhe në bankën si drejtoresh. Kjo më qoj hap pas hapi të jem në sprov të disa pozitave, të disa vendeve, të disa përgjegjësive, se sa mundem të arri edhe sa më jepet hapësirë të jem ajo që desha të jem. Jo se kam dash në politikë të jem, jo se kam dash të mire me politikë, ashtu bukfalisht të them në përgjithësi, por e kam dash çdo herë pjesën organizative dhe pjesën ku do të mundem të them ti aprovoj ca ligje, ca rregulla, në bashkëpunim me stafin me të cilin kam punuar. Po besoj se edhe këtu në atë mënyrë mendova edhe veproj. Родена сте во Скопје и во собранието вие донесовте додадена вредност. И сега, дали таа додадена вредност, реков родена во Скопје, дали обкружувањето, дали Скопје е мултиетнички град, има разни националности кои живеат во Скопје, дали семејството, што влијаеше на вас да вие ги имате овие вредности кои денес ги имате и како ги пренесувате на младите и идните генерации? Po, e vërtet, unë kam lind në Shkup, edhe pse familjarisht jemi nga Kosova, familjen më të gjerë kemi në Kosovë, këtu shkaku i angazhimit të babës tim punësimit, këtu kam lind, jam rrit, jam shkollu, jam shoqëru, kam punu dhe punoj, si thatë edhe ju, me etnitete të ndryshme, me kultura të ndryshme, me tradita të ndryshme, por kjo ka ndiku paka shumë, jo paka shumë, po shumë ka ndikue familja. Mund të theksoj edhe mund me shumë krenari, familja, tradita familjare, pasi në familjen time janë marrë prej nga gjyshim, baba im ka qenë udhëheq në komunë, gjyshim ka qenë drejtor shkolle. Hallat e mia mësuese, në vazhdimsi kjo ka qenë një farë tradite, edhe të cilën jam munduar paka shumë ta vazhdoj deri aty ku jam. Dhe besoj se do të arsyetoj edhe në të ardhmen atë që kam trashëgu nga familja, po pse jo edhe nga shoqëria, po edhe tash nga kjo familje të cilën jam edhe veproj, edhe vetë si gjyshe, si vjehër, si nan. Ги спомнавте семејните вредности, културните вредности. Дали овие вредности, дали ова искуство, семејно искуство, дали искуството како наставничка, директорка, ви помага во вашата работа сега како пратеничка? Po, më ndihmon shumë, pasi e thash edhe parës, jam marrë me arsim, jo se nuk mirem tash me arsim, edhe tash mirem, ndihmoj librave, jam marrë me arsim prej viti 78, por edhe paraprakisht si në shkollë të mesme, si nxënëse e shkollës mesme. Kam vepru, kam qenë kryetare e klasës, kam vepru në organizata të ndryshme, në organizatën e Kryqit Kuq, pastaj më vonë në organizatën e grave, më parë që është quajt, po dhe në shkollë, në vazhdimsi, po thatë se edhe thash se ajo është një tradit, ka në më thanë në vazhdimsi, dhe
besoj se ka ndiku shumë edhe familja, nëse jam në përgjigje të pyetjes, më korrigjoni, ka ndiku edhe familja, por edhe unë jam ajo e cila do të mundohem edhe mundohem ta përcjelli edhe brezave tjerë. Po, a janë të familjes, a janë të shoqërisë, a janë në përgjithësi të vendit tonë, t'ja u përcjelli përvojën time, edhe pse në thojza mund të them nuk ka qenë çdo herë përvojë mirë, ka pas, si të them, batica zbatica, duke marrë parasysh gjendjen politike më parshme, duke marrë parasysh përgjegjësitë që i kam pas, kanë ndiku edhe ato, po më kanë dhënë vullnet. Sot dhe sot, ai vullnet ekziston ke unë, vetëm se për të mirën e brezave të ri. Член сте на неколку комисии и делегации. Што најповеќе разговарате во овие комисии и за што најповеќе се залагате? Po, jam antare e Komisionit Ligjvënës, jam antare e Komisionit Sistemit Politik, jam antare e Komisionit për punë të jashtme. Dhe jam antare e delegacionit për bashkëpunim me Turqinë, kryetare e komisionit, kryetare e grupit për bashkëpunim me Mongolinë, me Zvicrën, në komisione, veç dihet si mbas, me thanë rregullave, si mbas ligjit, se komisionet me çfarë pa marrë parasysh varësisht edhe prej seancave të komisioneve. Në Komisionin Ligjvënës veç dihet se në atë komision aprovohen, propozohen ndryshim ligjet, propozim ligjet nga ana e qeverisë. Në sistemin politik është një komision në të cilën shumë atej për miren jo parasysh, po jemi në atë që të punojmë në zgjedhjen e tash aktuale, që është zgjedhjen e kryetarëve të komunave, zgjedhjen e, në proces të zgjedhjeve të kryetar të këshillave të komunave, ambasador, gjitha këto kalojnë në për filtrat e Komisionit për Sistemin Politik. Kurse kjo e punëve të jashtme, përputhet edhe me faktikisht edhe me atë grup punus me vendet tjera. Tash sfundmi e kishim edhe takimin me delegacionin nga Spanja. Ne atë shkëmbejmë në ato takime, shkëmbejmë përvoja, mendime, për një bashkëpunim ku do t'jetë në suazat atyre dy shteteve, edhe për përmirësimin, pse jo edhe për ndihmesën nga ana, reciproke të dy shteteve. Петокот е определен како ден кога пратениците се среќаваат со граѓаните, но верувам дека со гласачите, со граѓаните се слушате секојдневно. И кои се нивните барања кога се среќаваат со вас? Po e vërtet, ditën e premte e kam takim me qytetarët, edhe atë prej në ora 11 deri në ora 4. Në ato takime vinë qytetarët, cilët janë kërkesat e tyre, duke filluar shkollimet, ndihmes në fillim të vitit shkollor, për regjistrime në fakultete, në shkollat të mesme. Pastaj punësimet janë kërkesat nga ana tyre, mund të them kërkesat më të mëdha janë lidhje me punësimet, lidhje me avancimet, lidhje me problemet infrastrukturore aty ku banojnë, varësisht në banesa apo në shtëpi, leje qëndrimi, leje të njoftimit, po edhe të them nevoja shëndetësore, humanitare, mund të them, por edhe takime të ndryshme në të cilën unë shpesh edhe kërkoj nga qytetarët të më japin ato mua në një ide për në vazhdimsi se si unë të veproj dhe si ma mirë ti kryjm punët të ndërsjellta. И дали доаѓаат добри идеи?
Me të vërtet, idejat janë të mira, sa që të njëjtat unë mundohem t'i përcjell, ja mund të them një ide, nëse nuk është problem, një ide, fëmit në vendet e jashtme, të marrë Zvicërën si shembull, nxënësit prej klasës së 6, shkojnë edhe i vizitojnë një herë në vjet, të 6, në 7, 8, 9, vizitojnë vendet të ndryshme të punës, me parametrat, me uniformat, nëse është me uniformë, dhe gjatë asaj kohe 8 orëshe, ato fitojnë një farë lloj përvoje, por edhe përgatiten të japin një përgjigje, një vendim ashtë për atë zanat, edhe pse është i vogël. Në vazhdimsi, gjitha këto gjanat i bëjnë 8 vjet me radhë. 8 vjet me radhë, dhe ajo ndihmon shumë. Unë atë propozime dhe Ministreshës të Arsimit e kam dhënë dhe besoj se do t'jetë ajo në tavolin, edhe pak a shumë do të mirët parasysh. Mirë është kur një fëmijë, se keni adin si është, e dini ju tash, edhe pse në kohën e fundit ka ndryshu, po ma përpara prindi ka qenë ai cili ka vendose ku të vazhdon shkollën e mesme fëmiu, por pse jo dhe fakultetin. Tash ka ndryshu pak. Por mirë është prej në fillim me ditë fëmiu a ka aftësi për ndonjë zanat, për IT shembull, apo për mjekësi, ka fëmijë të cilët thotë do të bëhem doktor, po kur e shef gjylpanën, kur e shef gjakun, s'është i përgatitur. Ashtu që disa gjana mirë, ka nevojë njeriu me dal jashtë kornizave të nevojave, por pse jo dhe kur na japin ndonjë ide të mirë, ajo na ndihmon shumë. Сега не сме стигнали ни до половина на мандатот, но кога би сакале да бидете запаметени за една работа на крајот на вашиот мандат, која би била таа? Po drejtën t'ju them, për çka të më, çdo njeri don për të mirë të kujtohet. Edhe pse unë mendoj se ajo për të mirë do të jetë, shkaku se jam munduar edhe në jetën private, me palët du të them, edhe në fqinjësi, edhe në punë, edhe në arsim që kam punu prej 78, në përgjithësi, por pse jo dhe tash si deputete, duhet të mendojnë, në më thanë, mendimet, një kujtimi i mirë tjetë nga ana e tyre për mua, pse jo dhe nga ana ime për gjithë ato cilët më kanë rrethekue gjatë një mandati e gjysëm, dhe të di një falimnderim për mbështetjen, më kanë dhënë kurajo, por edhe unë mundohem dhe du deri në fund të jap gjithçka për vetvetes për të mirën e të rinjve, për të mirën e pse jo popullatës, për të mirën e kombit, duke ma parasysh për të mirën e arsimit, shëndetësisë. Për ato të mbajnë mend nuk kam diçka posaçërisht, por për atë që ka mendojnë të mbajnë mend, vetëm për të mirë. Por edhe unë do t'i mbaj mend. Dhe besoj se me të mirë, derisa mundem, do t'i ndigjoj. Unë kam qef t'i ndigjoj njerëzit, kam qef të komunikoj ma tepër. Edhe ashtu që atë mënyrë të them mënyrën, qasja ime me palët, qasja ime, ajo besoj se për të mirë do të më kujtojnë. Tjetër nuk mundem diçka të veçoj, po t'i pyetni ato ndoshta të t'i tregojnë.